Kur Vangjel Tavo ishte ministri i shëndetësisë dhe deputeti i LSI-s, sajonte tender dhe firmoste lobime financiare për llogari të familjes Meta Kryemadhi, afera për cilat po jeton Spaku. Ndërsa prej muajit tetor 2024, si kryebashkiak i Himarës Vangjel Tavo sajon e firmos tender për vete, kontrata koncesionare toka, shtrojesh, plazhesh dhe lejesh ndërtimi për llogari të klientëve të kryeministrit, paçka se kandidimi i tij u propagandua si diversion ndaj Ilir Metës dhe për rregullim raportesh me homologun grek Mitsotakis, se vërteta është se Vangjel Tavo u katapultua nga Dropulli në krye të Bashkisë së Himarës për të vazhduar grabitjen e tokave dhe plazheve në Bregdet për klientët e Edi Ramos dhe për të bërë ca miliona për vete. Këtë e dëshmojnë 230 hektar toka, plazhe, 45 leje që ka firmosur Vangjeli gjatë 18 muajve kryetar, por edhe 132 tenderet e çuditshëm, dukshëm të dyshim që ai ka zhvilluar e ka në proces. 2 tenderet e radhës Vangjeli i ka sajuar e firmosur më 31 mars 2026 dhe i ka shpallur në buletinin e prokurimeve publike të datës 7 prill me vlerë totale 20 milion lekë të reja me TVSH. Tenderi i parë me numër reference 80470 31/3/2026 e fond 11.7 milion lekë me TVSH është me objekt shërbimi për organizimin e aktivitetit të çeljes së sezonit veror në Himar, ndërsa tenderi i dytë i shpallur në të njëjtën datë me numër reference 80471 31/3/2026 e fond 8.3 milion lekë me TVSH ka objekt mbështetjen publike për aktivitetin e çeljes së sezonit. Tenderi i parë mund të quhet i justifikuar pavarësisht se ka kosto të fryra abuzive për shiritin, pagesën e bukuroshes që do mbaj tabakan me gërshërën e prerjes së shiritit të çeljes së sezonit, fonin, banerin dhe një spektakël me 3 jet ski në det. Ndërsa tenderi i dytë me vlerë 8.3 milion lekë të reja do jetë shpenzim për organizimin e duartrokitjeve gjatë ceremonisë për çeljen e sezonit veror, paçka se këtë rol do ta luajnë punonjësit e Bashkisë së Himarës dhe militantët e partisë. Por edhe Vangjeli i Himarës, ashtu si parartësi Jorgo Goro e qeveritarët në Tiranë po bën të njëjtën gjë për të vjedhur sa të mundet. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur 2 procedura të reja prokurimi në buletinin e prokurimeve publike të datës 7 prill 2026, të cilat kërkojnë sqarim publik për nevojën reale të shpenzimeve dhe për bazën mbi të cilën janë llogaritur fondet. Procedura e parë mban referencën RF 8070704 i pari 2026 dhe ka si objekt prodhim, dhoma të fshehta dhe kuti kartoni për procesin zgjedhor. Fondi limiti i saj është 12.424.917 lekë pa TVSH, ndërsa afati i kontratës është 24 muaj. Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është 4 maj 2026 ora 14. Procedura e dytë ka si objekt përlarjen dhe dezinfektimin e magazinave dhe institucionit, si dhe furnizimin me pajisje dhe materiale higjeno-sanitare. Fondi limiti i kësaj procedure është 23.710.420 lekë pa TVSH me afat zbatimi 24 muaj. Afati i fundit për ofertat është 20 prill 2026 ora 12. Vetë objektet e këtyre tenderve hapin disa pyetje të drejtë për drejta. Në rastin e tenderit për dhomat e fshehta dhe kutitë e kartonit, KQZ duhet shpjegoj publikisht sa materiale të tilla ka aktualisht në inventar, sa prej tyre janë të përdorshme dhe pse kërkohet një prokurim i ri. Nëse këto pajisje dhe materiale janë blerë edhe në procese të mëparshme zgjedhore, atëherë nevoja për një fond të ri duhet argumentuar me shifra dhe dokumente. Në rastin e tenderit për larje, dezinfektim dhe materiale higjeno-sanitare, pyetja është po aq e fortë, cilat janë konkretisht magazinat dhe ambientet që do të mbulohen, me çfarë frekuencë do të kryhet shërbimi dhe mbi cilin preventiv teknik është llogaritur fondi prej mbi 23 milion lekësh pa TVSH. Këto nuk janë pyetje dytësore. KQZ është institucion kushtetues dhe administron procese që kërkojnë jo vetëm ligjshmëri, por edhe standard të lartë besueshmërie publike. Çdo prokurim që lidhet me zgjedhjet, me materialet zgjedhore apo me logjistikën e institucionit, duhet jetë i mbështetur me nevojë të qartë, inventar të verifikueshëm dhe kosto të argumentuara. Pikërisht për këtë arsye, 2 tenderet e shpallur nuk duhen parë si procedura rutinë. Ato duhen parë si procedura që kërkojnë transparencë të menjëhershme nga KQZ, sepse në mungesë të shpjegimeve të plota, lindin dyshime për përsëritje shpenzimesh dhe për prokurime që mund të jenë më shumë burokratike se sa reale. Nëse KQZ ka inventar të mjaftueshëm për proceset zgjedhore dhe nëse ambientet e saj mbulohen rregullisht nga kontrata të tjera apo nga shërbime ekzistuese, atëherë publiku ka të drejtë të di pse po hapen këta tender të rinj dhe çfarë nevoje konkrete po mbulojnë. Me vendim numër 845 datë 30 dhjetor 2025 të Edi Ramës dhe regjistrim më 15 janar 2026 në QKB, koncesioni privat i sterilizimit u tjetërsua në shoqëri aksionare shtetërore të emërtuar operatori i shërbimeve të integruara të sterilizimit në pronësi të Ministrisë së Shëndetësisë. Por fondet e kësaj shoqërie publike vazhdojnë të jepen kompanive të grupit të ish koncesionarit Ilir Rapaj nëpërmjet prokurorimeve pagar dhe me fonde në vlerë të seteve kirurgjikale, sterilizimit e shërbimeve të
tjera më të larta se vlerat kur ishte koncesion privat. Këtë e dëshmojnë 2 tender të publikuar më 7 prill 2026 të zhvilluar nga administratorja e shoqërisë së sterilizimit Arisa Cane, dhënë kompanive që kanë qenë kontraktore të ish kompanisë koncesionare Sunny Service. Tenderi i parë me vlerë kontrate 28.5 milion lekë me TVSH i është dhënë kompanisë Game Service SHPK për shërbimin e transportit të seteve kirurgjikale sterile jo sterile, materialeve të buta sterile, materialeve të buta jo sterile dhe mbetjeve të rrezikshme spitalore. Kompania Game Service SHPK është në pronësi të Artan Leshit, shok kursi në Fakultetin e Mjekësisë me ish-pronarin e PPP sterilizimit Ilir Rapaj, me ish-zëvendës ministrin e Shëndetësisë Klodian Rjepaj dhe miki ish-ministrit Ilir Beqa të arrestuar nga SPAK dhe gjykata e posaçme. Sipas dosjes së SPAK-ut, Artan Leshi, përveç se ishte drejtori i shërbimit tregtar në ish kompaninë koncesionare Sunny Service me pagë mujore 4.5 milion lekë, kompania e tij Game Service SHPK ka marrë 1.6 miliard lekë nga fondet shtetërore të PPP sterilizimit nëpërmjet kontratave fiktive. Tenderin e dytë me objekt blerje materiale mjekësore sterile, veshje sterile, salla dhe materiale një përdorimshë në sallat kirurgjikale me vlerë kontrate 75.6 milion lekë me TVSH. Administratorja e sterilizimit Arisa Cane ja ka dhënë kompanisë Albset EU SHPK me ortak në masën 33.59% Marenglen Leshi, lidhje familjare Artan Leshit, që u dha tenderi i parë. Në njoftimin e shoqërisë shtetërore të sterilizimit për zhvillimin e 2 tenderëve, thuhet se kompanitë Gamma Service SHPK dhe Albset EU SHPK të Artan e Marenglen Leshit janë shpallur fituese nga që secila prej tyre ishte pjesëmarrëse e vetme në tenderet përkatës. Ka një të përbashkët mes kompanive Gamma Service SHPK dhe Albset EU SHPK në pronësi të 2 leshëve. Qysh prej vitit 2021 nuk kanë paraqitur bilance tatimore, si dhe vazhdojnë të jenë klientët e tenderëve të shoqërisë shtetërore të sterilizimit të pajisjeve kirurgjikale. Kryeministri Rama vijon të mos zër mend nga miqt që zgjedh në përbot. Charles McGonigal i FBI për pak e fundosi, ndërkohë që pamfleti ka siguruar një dokument ekskluziv, ku emri i Edi Ramës del sërish në drejtësinë e SBA. Dhe këtë herë protagonist është izraelito-amerikani Ron Jefet, i cili ka marrë në dorë kompaninë shtetërore të armëve Kajo. Ai konsiderohet si një nga njerëzit më të afërt të Edi Ramës, por ashtu sikundër është folur edhe sipas fakteve që ka siguruar pamfleti. Rezulton të jetë një mashtrues shumë i sofistikuar. Ron Jefet, ish konsul nderi i Senegalit në Tel Aviv, është nënhetim nga drejtësia senegaleze për marrëveshje të dyshimta në lidhje me përvetësimin e disa pronave shtetërore, po ashtu në disa vende po përballet me padi për mashtrim. Në Shqipëri, mashtruesi izraelit qëndron pas një karteli kompanish të regjistruara në Tiranë me aktivitete të dyshimtë. Emri Ron Jefet është i lidhur me kompanitë Uno 18, Timac Defense, Timac, Advanced Arms Technology, 1820 Albania, 1820 Black Oil, e të tjerë, me veprimtari në fushën e armëve, naftës, paras elektronike, konstruksioneve metalike e të tjerë. Në kuadër të një investigimi, pamfleti ka zbuluar se ndaj Ron Jefet, më datë 6 mars 2026 është bërë një padi në gjykatën e Floridas, qarku Miami-Dade, nga Mark Feist, ku pretendohet se izraeliti Jefet i ka marrë përmes mashtrimit mbi $8 milion. Dokumenti përshkruan se gjithçka nis në vitin 2018 kur Mark Feist, pas një karriere të gjatë si tregtar energjie, del në pension dhe vendoset në Miami së bashku me familjen. Në këtë qytet ai njihet me Ron Jefet, një person që sipas padisë do të ndërtonte gradualisht një marrëdhënie të ngushtë me të përmes një strategjie të qëllimshme dhe të menduar mirë, që në fillim sipas dokumentit Jefet punoi për të krijuar një imazh të fortë besueshmërie dhe suksesi. Ai përfshiu Feistin në rrjetën e tij personale, e prezantoi me familjen, ndau histori mbi aktivitetet e tij filantropike dhe bindjet personale, ndërsa paralelisht projektoi një stil jetese luksoze, duke përmendur avion privat, mjete të shtrenjta dhe pasuri të konsiderueshme. Kjo sipas padisë synonte të krijonte një perceptim të një fuqie financiare të pakufizuar, që më vonë do të shërbente si bazë për investimet. Një moment vendimtar në këtë proces ishte organizimi i një udhëtimi në Paris në vitin 2020, në kulmin e kufizimeve të pandemisë. Gjatë këtij udhëtimi me avion privat, Feist dhe bashkëshortja e tij u prezantuan me figura të rëndësishme, përfshirë kryeministrin e Shqipërisë dhe ambasadorin shqiptar në Francë dhe Monaco. Sipas dokumentit, këto takime ishin të kërkuara me kujdes për të përforcuar imazhin e Jefetit si një njeri me shtrirje globale dhe ndikim në biznes. Menjëherë pasi pandemia COVID-19 kufizoi udhëtimet në Shtetet e Bashkuara në mars 2020, Jefet ftoi Feistin dhe bashkëshorten e tij në një udhëtim në Paris me avionin e tij privat.
Gjatë udhëtimit, grupi vizitoi pallatin e Versailles dhe familja e Feist u prezantua me disa nga kontaktet më mbreslëndse të Jefetit, kryeministrin e Shqipërisë dhe ambasadorin shqiptar në Francë dhe Monako. Këto prezantime ishin të kuruara me kujdes për të përforcuar imazhin e Jefetit si një njeri me shtrirje globale dhe ndikim në biznes. Thuhet në padinë e Feist, Shqipëria shfaqet si një element i përsëritur në këtë histori. Dokumenti thekson se Jefet organizoi disa udhëtime ndërkombëtare me avionin privat, ku përfshihej edhe Shqipëria, krahas destinacioneve si Roma, Parisi apo ishujt e Karaibeve. Këto udhëtime, sipas padis, nuk ishin thjesht sociale, por kishin si qëllim të mbanin investitorin e angazhuar dhe të bindur për seriozitetin e marrëdhënies dhe investimeve. Jefet vazhdoi të ftonte Feistin dhe bashkëshorten e tij në udhëtime me avion privat drejt Shqipërisë dhe Romës, Bordeaux dhe Paris sërish në qershor 2022 dhe Capri në gusht 2022. Çdo udhëtim luksoz shërbente për të njëjtin qëllim, të mbante Feistin të impresionuar, të shpërqendruar dhe të angazhuar financiarisht, edhe pse investimet nuk kishin sjell asnjë kthim. Vion Padia, një nga episodet më të detajuara lidhet me një tjetër vizitë në Shqipëri e përshkruar në dokument si një demonstrim i drejt i fuqisë dhe ndikimit. Jefet dhe Feist u shoqëruan me një autokolon të kompletuar me personel sigurie të armatosur, ndërsa qëndrimi i tyre u organizua në një kompleks privat me shërbim të plot dhe siguri të vazhdueshme. Për shembull, Jefet organizoi një tjetër udhëtim luksoz në Shqipëri, në një tjetër shfaqje teatrale të pasurisë dhe fuqisë së tij të supozuar. Jefet dhe Feist u shoqëruan nëpër qytete me një autokolon të kompletuar me personel sigurie të armatosur. Ata qëndruan në një kompleks të madh privat ku kuzhinier privat përgatisnin të gjitha vaktet dhe siguria private ruante pronën gjatë gjithë kohës. Gjatë këtij udhëtimi, Jefet diskutoi investimet në vazhdim dhe premtoi se më shumë informacion do të jepej së shpejti, thekson dokumenti. Gjatë këtij udhëtimi në Shqipëri, sipas dokumentit, janë diskutuar investimet që janë bërë dhe është dhënë garanci për zhvillimet e ardhshme. Po ashtu përmendet edhe një element tjetër i pazakont, ideja e siguruar për një pasaportë shqiptare për investitorin, e cila përshkruhet si një formë trajtimi ekskluziv për të forcuar më tej besimin dhe për të zbutur dyshimet që kishin nisur të lindnin. Ai gjithashtu hodhi idenë e mundësisë për të siguruar një pasaportë shqiptare për Feistin, një tjetër gjest që dukej si akses ekskluziv dhe trajtim i veçantë i llogaritur për të ruajtur besimin e Feistit dhe për të zbutur dyshimet në rritje të tij, se ai nuk kishte marrë asnjë kthim nga investimet. Pikërisht kjo pjesë bën akoma edhe më të rënd faktin se Jefet e shet veten aq të fuqishëm sa mund të marrë një pasaportë shqiptare tak-fak, kjo fal lidhjes me Edi Ramën. Pra me pak fjalë, shteti është vënë në shërbim të izraelitit të armëve. Askush nuk mund të sigurojë një pasaportë pa pasur mik bablokun. Në këtë klim besimi, sipas padis, Jefet arriti të binte Feistin të investonte shumë të mëdha parash në projekte të pasurive të paluajtshme në New York. Dokumenti shpjegon se këto investime u prezantuan si mundësi të rralla që kishin lindur nga situatat e tregut gjatë pandemisë, me premtime për përfitime të larta dhe mundësi të reqje në çdo kohë. Në total, sipas dokumentit, Feist transferoi $8.6 milion në llogaritë e kompanisë R&L Trading. Megjithatë, Padia thekson se këto investime nuk sollën asnjë kthim financiar dhe se investitori nuk mori asnjë pagesë, përveç një shume të pjesshme shumë më vonë. Me kalimin e kohës, mungesa e rezultateve dhe informacionit konkret bëri që Feist të kërkonte sqarime dhe më pas kthimin e fondeve. Sipas dokumentit, përgjigjet që ai mori ishin të paqarta dhe të përsëritura, ndërsa premtimet për kthime të afërta vazhdonin pa u materializuar. Në vitin 2025 ai kërkoi zyrtarisht kthimin e investimeve. Pas disa muajsh, sipas Padis, u kryen vetëm një pagesë prej $1 milion, ndërsa pjesa tjetër mbeti e papaguar. Për të shmangur për shkallëzimin e konfliktit, palët nënshkruan një marrëveshje në shtator 2025, ku të paditurit pranuan detyrimin për të kthyer $7.611.675.6 plus interesin. Dokumenti thekson se ata pranuan shprehjimisht përgjegjësinë e tyre dhe ranë dakord për një plan shlyerjeje. Megjithatë, sipas Padis, edhe kjo marrëveshje nuk u respektua. Afati përfundimtar u shty deri në shkurt 2026, por kaloi pas një pagesë të re, duke çuar në hapjen e procesit gjyqësor. Seancat janë duke vijuar njëra pas tjetrës, ndërkohë Jefet ndodhet në Tiranë. E gjithë kjo tregon se kompania kryesore e prodhimit të armëve në vend i është dhënë një mashtruesi me famë. Edi Rama e prezanton atë si një biznesmen të fuqishëm, por kjo padi dëshmon qartë se Ron Jefet është një zhvatës me përvojë dhe me gjasa këtë herë është duke përlar paratë e qytetarëve shqiptarë. Ron Jefet u shfaq në publikun shqiptar kur qeveria shqiptare nëpërmjet Kajo dhe kompanisë izraelite Elbit System firmosën një marrëveshje për blerje armatimesh dhe investime në sektorin e mbrojtjes. Vetëm pak kohë më pas, kjo kompani u vunë në hetim nga vendet anëtare të NATO-s dhe u përjashtua nga tenderët. Kajo është themeluar në vitin 2024 nga qeveria shqiptare. Ka krijuar 4 kompani të tjera ku në 2 prej tyre aksioner është Ron Jefet. Një prej kompanive e krijuar nga Kajo me 20% të aksioneve dhe Ron Jefet
me Arieta Pucën me 80% të aksioneve nëpërmjet kompanisë së tyre Timak, është shoqëria Timak Defense. Roni Jefet është ortak i kompanisë Timak, ku zotëron 49% të aksioneve dhe Arieta Puca 51% të aksioneve. Kompania Timak deri më tani ka marrë 10 tender nga institucionet publike në vend me vlerë mbi 2 milion euro, ndërsa kompania Timak Defense ka marrë 10 milion euro nga buxheti i shtetit. Pra një mashtrues si Roni Jefet ka marrë miliona nga taksat e shqiptarëve.